Fermerët grek nuk tërhiqen nga protestat e tyre me bllokadat rrugëve, mes tyre edhe ajo Janina Thin duke nisur nga pasditja e sotme. Gjithashtu fermerët e Baktive të Kretës thanë se javën tjetër do të mbyllin edhe aeroporte e porte, pavarësisht paralajmërimit të rreptë nga Ministri i Mbrojtjes së Qytetarëve për të mos synuar doganat dhe portet sepse do të ketë pasoja. Fermerët hodhën qumësht, grur e sa në qendër të Larisës. Pak para mesditës së të martës, blegtorët nga Thesalia hynë në qendër të Larisas me traktor. Atje në shenjë proteste kundër politikës së qeverisë në sektorin e bujqësisë, ata hodhën qumësht, grur dhe san. Mobilizimi vjen në vazhdim të presionit vazhdueshëm që ushtrojnë blegtorët për çështje të tilla, si çmimet e prodhuesit dhe kostot e prodhimit. Sipas mediave greke, përveç bllokadave rrugore të ngritura në kryqëzimin e Nikajas në Larisa, në Malgara në Selanik dhe në autostradën E65 në Kardhica, të hënën mbrëmje afërsisht 100 fermer vijuan të mbyllin pikën kufitare e Evzone, të cilën thanë se do ta mbanin të mbyllur deri në orën 18. Sipas informacioneve, fermerët në vend do të lejojnë daljen vetëm të kamionëve grek me produkte për eksport. Ata do ta rihapin pikën për të lehtësuar trafikun dhe do ta mbyllin përsëri. Fermerët në Kret kanë vendosur të mbyllin portet dhe aeroportet nga 8 dhjetori. Në të njëjtën kohë, fermerët dhe blegtorët e Kretës do të mbajnë një tubim të hënën e ardhshme në stadiumin Pankretan në orën 11:30 mëngjesit, në mënyrë që prej andej të mund të vazhdojnë me mbylljen e aeroporteve dhe porteve siç paralajmërojnë. Mbetet për tu parë se ç'lëvizje do të bëjë qeveria greke për të vënë situatën nën kontroll.